For të dashur vëllezër dhe motra shqiptar, admirues të adhurues të atë gjergjfishtës. Mirë si ju pruni Zoti sonte në këtë darkë, në të cilën neve përkujtojmë 85 vjetorin e kalimit në amshim të atë gjergjfishtës dhe së bashku celebrojmë një moment historik. Me të vërtetë është historik për komunitetin tonë këto edhe për mbar shqiptarët dhe shqiptarizmin, ributimin luksos të veprës madhështore, lahuta e malësisë të atë gjergjfishtës. Ju faleminderit shumë. Unë jam Rita Gjelaj. Unë jam Nikolas Sinishtaj, pjesëtar i bordit të lidhjes së mitës të atë gjergjfishtës. Nga zemra ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen për këtë vepër madhështore dhe të madhe të barë kombit shqiptar. Kam nderin që ftoj në skenë Dr. Xhik Gjelaj. Faleminderit Nikolas. Mirë mbrëma dhe mirë se u ka për Zoti. Numrat nuk na shqetësojnë, por aq më tepër edhe na përforcojnë. Qëllimi ynë shenjt është edhe mbetet, ja jap fjalën sonte publikisht, mbetet edhe do të kryhet ripotimi luksos i lahutës së malësisë të atë gjergjfishtës, e cila ta 1958 e kompletume ose e pregaditun prej Patër Daniel Qeqaj, prej Dr. Kuqanit dhe Profesor Martin Camaj, do ta shohim dritën e diellit. Unë nuk do zgjas. Mirë se u ka për Zotin, jem krenar që jem shqiptar, jem krenar që jem pasardhës e atë fishtës dhe gjithë franceskanëve që kanë dhënë jetën për kohën e fe, atë me atë dhëje, si thot Patër Gjergji, dhe gjithë meshtarëve katolikë që kanë lënë Shqipërinë me gjak, prej maleve e deri në buzë të detit. Jem krenar që na do ta shtyjmë edhe 100 vjet tjera vlerën, bukurinë, madhështinë, po më tepër se asgjë tjetër, aspirimin e lahutës së malësisë që është e pavdekshme të dashnurit e mi. Shkurt, libri Lahuta e malësisë është shpirti i komit shqiptar, është historia e komit shqiptar, është epopeja e komit shqiptar, është vepra kryesore e epikës shqiptare, është nera, burnia dhe çdo gjë që e bën shqiptarin të drejtë dhe të drejtë, që kjo të lulëzohej edhe një herë në drejtimin dhe bekimin e Dom Dino Çakresit dhe Dom Fred Kalaj dhe Dom Pjetër Popaj, që unë e faleminderoj të Zot që na kanë përkrahur që momentin e parë. Mirë se u ka për Zotin, u lutëm, kaloni një natë vëllaznore, me muzikë, me ushqime, por menden mos e largoni nga fishta. Ai ju thret juve, më thret mua mas parit, mos rifjetun, por çoju, se sot është dita që na mos luftojmë me pushkë, por t'ja japim gjenerat shqiptare edhe një libër apo një zbukurim të një librit të pavdekshëm lahutës së malësisë. Mirë se u ka për Zoti. I malli në gjergjfishta ka pas thënë, jeta e meshtarit qoftë falë për kohën shqiptarit. Ashtu që kam nderin me ftua një njerëz që e kam personalisht besoj se e kam mik dhe e ka thënë jetën, e kushtua jetën për fenë e për Krishtin, ashtu që ftoj në skenë famulitarin e kishës së Zojës pajtore Dom Dino Çakrezi.
Qoftë të Jezu Krishti, mirë se keni ardhur të ansajeni, e gëzuar bashkët e Zotit, e shpresoj se të gjithë ju e keni përjetuar hirin e këtyre ditëve e bekimin e Zotit në jetën tuaj, në familjen tuaj, na që ka dhënë Zoti për të gjithë ne. Për vdekjen, ringjalljen e tina, ka prunë frytin e jetës pasosur, e fryti i jetës pasosur në dim se është prej kësaj vdekje e ringjallje vjen edhe atë që çfishta pse abiri i Zotit, abir i Shqipënisë edhe biri i Franceskanëve. E bekojmë Zotin fort për jetën e tij edhe hirin e dhuntit që ja ka lanë Jezu Krishti. Një gjatë që e admiroj shumë atë që çfishtën është se i ka pas dy gratë fort. Edhe ata e marrë vazhdimisht prej ti si birë i Shqipërisë, prej një atit si atë që çfishta, pse kishte dashurin për Zotin edhe dashurin për komin. E ju e dini se me i gra, as një shpen nuk mundet me fluturua. Por me dy gra, po, psa i vetë dishem se i ku jashtë edhe prej ku vjen. Edhe e bekoj Zotin për shpirtin që ja ka lanë, frymëzimin e vazhdueshëm që ja ka lanë atij njeri. Une jam i kënaqur që na kontribojmë me i përtri veprat e vjetra, që janë e vjetër e re, se vazhdimisht marrim prej sajna. E vërtet jam i kënaqur, i kam thënë edhe Gjekshi, po pse jo, jam i kënaqur. Bela nuk kam kanë as fort i entuziazmum, pse ma pak që e nje diçka, aq ma pak i entuziazmum i e për këtë. Nuk ka një vlerë për mua kjo, por ju kërkoj ndjes për këtë, por ani bekim, por po, diçka që e thrash veten edhe gjithë se cilin prej juve është që prej gjanave të vjetra me prodhua gjana të reja. Për me mujtë në kohën e përshtatshme, me ushqye kombin ton e njari tjetrin me gjana që jetohet, që forcona, që zhvillona, që rritna e që çdo ditë vërtet shëjtrona. Ani bekim. E falenderoj stafin ose burrat e gratë që janë bashkua me punua për këtë vepër. Faleminderit vërtet, nuk është kollaj me marrë për sipër i punë e me çuva deri në fund, por në sa vepër e Zotit s'kena pse me pas askush. Jo vetëm kjo, por çdo vepër, në sa vepër e Zotit s'keni pse më trazua as pak, ka me shkua para, pse a protagonisti dikush tjetër. Në sa vepër njerëzish, ma mira mos me shkua, pse vetet vepër njerëzish e nuk ka fryt për jetën e pasosur, e nuk ka fryt për jetën njerëzore që janë shëndosh. Për këtë, jam mirë njerëz Zotit, atyne burra, e gra, me shpirt Zotit, e me njetë të mirë e të gjithë njerëzve, vullnet mirë që i përkrahin veprat e Zotit. Bashkë jam mirë njerëz shumë. Jo vetëm në këtë, në gjithë shka ju bani, her pas here, më duket se ka heru lollim, vërtet, por faleminderit që ju nuk lolli, po vazhdoni me banë që ka duhet, me lanë shembull edhe popullit shqiptar që vërtet jep gjithmonë e gjithkund. E falenderojmë Zotin shumë për këtë. Tash dëshirojmë me thënë ju rat, me ja kërku Zotit bekimin e hirin për ju, për familjet tuaja, e për këtë vepër, që Zoti të udhëheq e të shkojë përpara në vendin e në kohën e tu. Në mentatit e të birit e të shpirtit shajt. Amen. Ati ynë që jenë qia, shajt nuk jofte artë mbretëria jote, u ban vullnesha jote, se në qiell ashtu në tokë. Ati mëshirës të falenderoj me gjithë zemër, edhe në vigjiljen e kësaj të diele, ku ti na jep hirin me njoftë birin tanë, me dëshirua me gjithë zemër e me marë mrapa, me i shkua mrapa, deri që të arrim në mbretërinë tënde. Të bekoj për çdo burrë e grua në këtë vend. E të lutem që hiri ju të ti përcjell ditë e tyne o Zot.
Ban që për dashurinë e madhe që ke për ne, ban që të ndjejmë thellë në zemër pranin tënde në mesin ton, të zbulojmë misteret e dashurisë atë, që të mund na me krye vullnetin tënd, na jep forcë, na pastro gjithni e ma shumë, o Zotë, mendje e në zemërën jetën tonë, që të mund na me pa, me kuptua, me njoft, e me ditë të zbulojmë vizionin që je ke vune për të mirën e kombit tonë, për të mirën e njari tjetrit, e sidomos për të mirën e mbretërisë atë që i përket gjithë se cilit prej nesh. Na beko të gjithve, bekoj e darkën sonte, bekoj të gjithë njerëzit vullnet mirë, ti që jeton e mbretëron shekujt shekujve. Ju bekofti, mbrojt hyjë gjithë pushtet shëmati e biri, e shpirti shenjë. Amen. Urojt Zoti gjithë. Kjo është shqiptar. Faleminderit shumë Domdino për fjalët inkurajuese, plot mirësi dhe për bekimin tënd. Jemi të bekuar që të kemi si drejtuesin tonë shpirtëror të kësaj familje. Shumë herë është bërë pyetja, pse ky botim? Pse ky botim luksos dhe përkuptimor, kur janë edhe shumë botime tjera? Zëvendëskritari I Aleancës së Miqve të Gjergjfishtës në diasporë, Zotëri Nikollësh Sinishtaj, do të na shpjegojë se pse është shumë e rëndësishme të bëhet ky botim. Ai është board member, diplomat, businessman, aktivist, filantropist, krenaria e komunitetit tonë, kisha më thënë. Sonja dhe Zotëri, kam nderin që të ftoj Nikollës për të na treguar edhe një herë pse ky ribotim luksos është kaq I rëndësishëm për mbar shqiptarinë. Veç se po moj zonë shqiptare, krah na bashtu këndua, ndërtua kemi një po mendare, kërfe as mos me dërmua. Të ndëruar të pranishim, klerik, bashkëdhëtar, gazetar, vllazën dhe motra, mirë se keni ardhur në takimin e dytë informues dhe në gala për fundlidhjen kushtuar ribotimit luksus për kujtimor të epikës së Patër Gjergjfishtës, Lahuta e Malësisë. Në emër të lidhjes miqt e atë Gjergjfishtës në diasporë, ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen e këtij projekti të rëndësishëm letrar dhe kombëtar. Patër Gjergjfishta është ndër figurat më eminente të kombit tonë. Pas 500 vjet tërë dhe tmerr, ai ishte drita e rilindjes tonë kombëtare dhe rindërtuesi I kulturës, gjuhës dhe kombit tonë. Kur I malli Patër Gjergjfishta vendosi të shkruante eposin kombëtar, ai gjeti frymëzim dhe inspirim nga luftnat dhe betejat për liri që u zhvilloshin në malsinë e madhe kundër malit të zi. Në vendodhje si Vranina, Ura e Zharnic, Dëqici, Nokshqici dhe Rapsha e Hotit, vendodhje si Vranina, Ura e Zharnicës, Dëqici, Nokshqici dhe Rapsha e Hotit, dhe me heroj si Oso Kuka, Breng Markolla, Çun Mula, Dedzon Luli, Tringa, Halil Haka, Palok Gjoka dhe Marashuci me bite e calit, pikrisht gjeti një popull të lavdishëm me dy fe, por të bashkuar me një gjak dhe një dashuri për lirin e atë dheut. Patër Gjergjfishta, pa para gjykime, I lavderon veprimtarin e herojve që në shumë qaste në lahutën e Malësisë ishin edhe fetar të devotshëm të dy besimeve. Si Oso Kuka që I bante be në Tine Iman dhe Palok Gjokat kryqën balë. Të dy I drejtoheshin Zotit për pënimin në luft kundra anmikut. Dhe atje larg I shikote në betej dhe ju jep të nim dhe fuqi zona e malit që nënkuptohet se është nana e jonë Shqipni. Patër Gjergji bani ma shumë se 30 vjet me kompletua lahutën e Malësisë.
dhe vdic 3 vjet mas që e përfundoi. Patër Gjergj Fishta dhe Lahuta e Malësisë u nominuan për çmimin Nobel dhe kjo kryevepër fitoi famë në literaturën botnore. Pas vdekjes së Patër Gjergj Fishtës i ushtrua prap terrë dhe kombit shqiptar nga komunizmi. Në 2 anë të kufinit, si në Shqipëri dhe Jugoslavi, u ndaluar rrepsisht Lahuta e Malësisë dhe u dënua me burg. Për me shpëtua këtë vepër, në shtyp e ka marrë përsipër fritnit franceskan dhe arratisur në Itali, kryesisht Patër Daniel Gjeçaj, që shumë prej jush që kini kaluar në përkombet e imigracionit në Itali e kini njohë personalisht. Aje botoi versionin më të përsosur në vitin 1958. Verzioni më i kompletuar që i përngjan një vepër shkencor akademik me parathanie, me fusnota, burime, histori, vendodhje, figura, data dhe shpjegime për lexues dhe ashtu edhe për studiues të veprës. Provinca franceskane në Shkodër e mban të drejtën e plot mbi Lahutën e Malësisë në botimin dhe në ribotimin e saj. E kemi autorizimin dhe jemi në bashkëpunim me provincialin franceskan të Shkodrës, Patër Pashko Gojçaj, për ribotimin luksuz përkujtimor Lahuta e Malësisë, edicioni i vitit 1958. Me pëlqimin e provincialit franceskan të Shkodrës, gjithashtu me sugjerimin e studiuesit dhe ministër këshilltarit të ambasadës së Republikës së Kosovës në Londër, Bejtullah Destani, jemi takuar me 13 dhjetor të vitit të kaluar, ku kemi vizituar objektin e shtëpisë botues Olimp në Prishtinë dhe pronarin e saj Liridon Zekaj, ku pame dhe konfirmuam kapacitetin e tyre për këtë projekt. Liridon Zekaj na garantoi se botimi i librit do të jetë me një cilësi të lartë dhe kemi diskutuar të gjithë parametrat e ribotimit në detaje, që nga kopertina, stampit të artit, ngjyrat dhe trashësia e letrës. Do të jetë i punuar në nivel të lartë që mundson trashëgiminë e saj brez pas brezit. Kopertina e librit do të ketë në mes flamurin e kryngritësve malësor të vitit 1911. Sipas shkrimtarit Jaho Brahaj në librin Flamuri i kombit shqiptar, thotë se Patër Gjergj Fishta e la amanet që ky flamur të mbuloj arkevollin e tij në shenjë respektit të malësorëve që e inspiruan. Dhe herën e fundit që u pa ky flamur në publik, kje me 1940 gjatë ceremonisë mortore të Patër Gjergj Fishtës. Kemi pasur shumë me vend me vendos këtë flamur që ai e deshti aq fort dhe e kushtoi këtë kryevepër me këngë dhe vargje për herojtë e saj. Brenda do të ketë hartën e Shqipënisë së Veriut me vendodhjen dhe betejat për të drejtuar lexuesin me gjeografinë e subjektit. Sipas dëshirës e provincialit franceskan, do të ketë emrin e Patër Gjergj Fishtës të shkruar At Gjergj Fishta OFM, në shenjë respekti për titullin e tij fetar. Përndryshe, ribotimi do të jetë 100% besnik ndaj botimit të vitit 1958. I falenderoj nga zemra të gjithë mbështetësit e këtij projektit, donatorët bujar Paçin Faqen e Bardhë dhe kontributi vukthef në shnet dhe në pasuni brez pas brezit. Besoj se ju e meritoni duar trokitje prej nesh dhe prej tanëve që jeni këtu. Falenderit. Gjaku i martirëve ishte sakrifica që e freskoi vetdijen kombëtare dhe nxjirosi flamurin ton me lavdi. E ndër shekuj i kemi thurë lavd historisë dhe trimnisë me tel të Lahutës, që në dhjetor të vitit të kaluar u pranua në UNESCO. Të paktën duhet të përkujtojmë dhe të ruajmë këtë kryevepër që dëshmon sakrificën e tyre. Ju falenderit edhe i herë të gjithëve.
Angelaj, ai është autori i kopertinës së Lahutës, që ka punuar me një zell të madh, me një dedikim të veçantë, dhe që jemi krenar ta kemi këtu me mesin tonë, por jemi krenar ta kemi dhe si artist të komunitetit tonë. Thank you for coming this evening. It is a pleasure to see the many faces which come to all these events. These few who surely represent our community, the best of our community. And it's a pleasure to always meet you guys at strange places, but especially at the churches. God bless you. My experience with Fishta, not personally, but reading his book makes you feel like you have a personal connection to him. And my first personal connection to Fishta is when, in 2005 of January, Robert Elsey, the famous albanologist, Basdri, visited Michigan and gave a lecture at U of M, and also later, the same period, a lecture at Wayne State University. We went to his lecture, and he spoke eloquently on his, on the Lahuta Marsis, the details and the 30 songs and of Fishta. And we were in a perfect place at the right time, because after he did his lecture, me and Nick Jonai, he's here somewhere, we went and had lunch after the Wayne State presentation, and we went to Union Street. How many people know Union Street? On Woodward. And we had a great time, and he talked to us about his love about our culture, and how many decades he spent studying, and probably the best English translator of Albanian that ever existed. But there was an issue. He had just finished translating Lahuta Marsis from the Geg into English, which has never been done before until his period when he translated it. It was in 2005, and he comes and he tells us, I have translated. It took me 3 years to do all 30 songs. 15,613 line verse. 3 years at least. And at the same time he did this, he was also a translator at The Hague for Milosevic's trial. So the funny thing, he said, in the mornings I would spend time with Milosevic, and at night I spend time with Kralj Nikola. So he was obsessed with finishing the book. But the issue is that he finished it, but he was a scholar, and he was poor, and he couldn't afford to publish it. By no means he wanted to publish it, yet he went to the Ministry of Culture. They turned him down, the Albanian Ministry of Culture, at that period in 2005. I don't know who was in charge, but they said, no, we're not interested in publishing it, to pay for it. Because he found a publisher in London, IB Taurus, with actually underwritten, or with the guidance of Betula Dastani, Center for Albanian Studies, which we are in contact with in republishing of this in Pristina, which he's been very instrumental and a great assistant on it. Well, he comes and he tells us it'll cost $14,000 in 2005 money. And he says, I'm at a loss. He wasn't begging for the money, but he told us, I don't know what to do. And so Nick and I looked at each other and says, you know what? We will pay for it. Not we as me and Nick Jonah, because at that time we were working on a documentary for Skanderbeo, so we had no money of our own. But I said, in the collective the Mansour community of Michigan, we will raise it. And we did. We went to Kikisha Shempadi, we rented a hall, we got all the groups, the Shashatas and others to participate, Marcia Mala, the Knights of Columbus, and we raised that money, the full amount. And we sent it to him, and he published it. So the moral of the story is, we didn't go to the lecture to finance a book. We went to the lecture to hear Elsey talk about Fishta's epic. And he told us, I have translated it. I have opened it to the world, English-speaking world. That means Fishta has only been translated in 2 languages prior to Elsey. One was in German by Maximilian Lamberts. Another one was in Italian by Ignazio Parino. Those are the only. Think about it. This is an Albanian national epic, the greatest literary work of any Albanian, and yet it's only been translated in 2 languages for at least 100 years. Finally, with Elsey, it's in English.
So now we come to the present day, particularly last year. Elsie, when he published the book with IB Tauris, he only did 1,000 copies, which means there's only 1,000 copies that exist in this world of that book, which means it's extremely rare and actually quite expensive as a used book to buy. So I'm good friends with Steve Zafy, and he told me, my uncle, my dad, he goes, he wants to, republish it. He got the permission decades ago from Chechai and others to republish the book with the permission and the blessings of the Franciscans. Then I said, well then let's get together and let's do it. And we, opportunity, I was blessed to be there when we did it in English, and I was blessed to be in this. And then I decided, obviously we're going to need to do a design, a cover design. The 1958 version was intentionally done small. It was intentionally done to be compact and on cheap paper. Why? It wasn't meant to be leather bound. It wasn't meant to be gold or high quality paper. It was meant to be smuggled into Albania and Mysia, like Kosovo. It was meant because at that time our people were in bondage. Any free Albanian our people in all the territories were under occupation and control by foreign. The only people that were free were those who lived in the diaspora. And this book was smuggled into Albania. And strange thing, because an epic, first is oral, and then later it is written. Oddly enough, the 1958 version was brought into Albania, hidden, protected, and memorized. So strangely, a book that was written, epic, eventually became an oral epic because people memorized it. Because they didn't have the book to work with, so they had to memorize it. So my goal was to create a book not to be hidden, not to be stashed in the wall somewhere or hidden on someone's jacket. It was meant to be shown in private place, a large volume, a deluxe version. So when you go to an Albanian home, my dream, my soul home, Albanian in general, but my source specific, when you pass the threshold, there are certain things I want you to see when you go into an Albanian's living room or his main living room when people come and see. And pride of place will be at least 3 books on his shelf, maybe the mantle, on a fireplace, or on a bookshelf somewhere. There are 3 books that everyone should have. The Bible. Bible is the Word of God. God's love for us written in form, and it is for all Albanians to have at least those of us who practice our faith. The second book is the Kanun. The Kanun is laws by which we govern ourselves. The Albanians weren't a chaotic robber people. We are people that live in the mountains, but we have law. Indeed, Mary Edith Durham, an English traveler 120 years ago, when she's in Albania, she goes, no people live more under the tyranny of law than the Highland Albania. So it was the most protected area of any society she's ever seen that was guided by law. And the Kanun preserved that. Thanks to Shif Jachov, who compiled it. And so that's the second book you should have in your house. So the first book, the book of faith. Second book is the book of law, by which we govern. And the third book, Fishta. And when I designed this, I wanted, Fishta Lahuta Messias, my apologies. And when I designed it, I wanted to make it look almost like the Bible, a nice rich brown with gold lettering, thick, with high quality stock paper. And so this book represents Fishta's love of his people. So the love of the culture and the traditions. So those 3 books must be in everyone's home. And so some might say, why? Why do you want to do this now? I'm upset. And my goal is to respond to them is, why not? Why not have it now? We didn't choose when we wanted to help Elsie. He came to us and the time was right and we said yes. Now's the time. We are all free. No one's suppressing us any longer, thank God. Yet we should preserve this in honor of Fishta's contribution, in honor of our culture, and in honor of what is best for the next generation. Now, maybe 10% of people probably even read a little bit of Fishta, and maybe only 1 or 2% have read the entire book. It's not an easy book, but it's a great story.
And the more I read it, the more I listen to it, the more I go to myself, what a remarkably impressive man he was. Even our enemies in the story are treated with respect. They're treated with honor, even our enemies. And so Fichte hated war, because you could read in the book the tragedy of war. But he loved those who would be willing to sacrifice themselves for their people. For no greater love has a man to give his life for his brother. And so it is our duty, and I apologize I've been speaking a bit too long, but that we help push this book across the finish line to have it published. And it's not easy, it's very complex, very difficult, particularly since it's being published overseas. We tried to find the best publisher, and I think we have found one. It's good that Albanians are publishing for Albanians. We could have probably done it in other countries, maybe England and other places, but I think it's just and fitting. So I thank everyone for coming. I thank you for your contribution. And I thank Jacob for letting me be involved in this. I've respected him since I was a little kid, because his mom and my mom were the best of friends. And so I remember he would visit, and so it's an honor to work with him. I wish we could all give a great round of applause to Jacob Jada. You Dr. Jacob Jada. Thank you, God bless, and have a great evening. Shumë faleminderit Noam. Më rasti kësaj darke, zoti Noam Xhelaj, si artist i komunitetit ton, ka përgatit 3 original prints që e kemi fillu raffle për këto 3-ja. E para është Zana Malsis, e dyta është Lahuta, dhe Lahuta e Malsis si design artistik i Lahutës së Malsis, dhe atje keni Lahutarin. Raffle tickets janë, si që shikoni edhe në tavolina i kemi vënë informatat, 1 për $10, 3 për 20, 10 për 50 dhe 20 tiketa për $100. Falenderojmë ato që i kanë dhënë deri tash. Besoj që edhe disa tjerë do të kenë kënaqësi ta kenë njërin prej këtyre artit original të Noam Xhelajt në zyrën e tyre, në shtëpinë e tyre, në biznesin e tyre. Shumë faleminderit. Dhe tash i kam kënaqësinë e madhe që të ftoj këtu një antar tjetër të bordit, një avokat të komunitetit i cili i ka dedikuar shumë atë dashurisë e tij për Shqipërinë, për vendlinjen e tij Malsin, për komunitetin tonë, aktivist, filantropist, dhe njëri shumë i respektuar, zotëri avokati Gjozef Detvukaj. Ju lutem. Gjozefit sa kena thënë ai me gjithë shpirt, ka thënë po si jo, unë do t'jam 100% me juve, do t'ju përkrahu, jo vetëm moralisht, ka thënë, por edhe financialisht. Edhe me të vërtet ashtu e ka thënë, qysh në fillim që kena bisedu me Gjozefin. Gjozef Detvukaj. Të nderuam motra dhe vllazën, burra, gra, shqiptar, mis të gjuhës, të kujtesës e të ndjerit, të kombit. Sonde nuk jemi mbledh për një letër, për një shtyp të zi mbi faqet e bardha. Jo, sonde jemi mbledh për një amanet, për një fjalë që s'duhet me ushue, për një lahut që s'duhet me u hesht, për një zanë që as moti, as mjegulla e harreses, as pluhni i kohes nuk kanë të drejt me mbulua. Sonde jemi këtu për atë Gjergj Fichte, për fratin e madh të fjalës shqype, për atë burë, mendje e zemër, që i la kombit ton jo vetëm varg, por vetije, jo vetëm këngë, por kujtes, jo vetëm art, por nder. E mbi të gjitha
jemi këtu për lahutën e malësisë. Atë vepër që nuk është veç liber, por është kushtrim, është vaj, është besë, është histori e gjallë e shqiptarëve. Sepse ka libra që lexohen e harrohen. Ka libra që shmohen e mbesin në raft. Por ka dhe vepra të ralla, të mlla, të shenjta, që pahen palc e shpirtit të një kohë. E lahuta e malësisë është njëna e ndërto. Aty flet mali, aty flet guri, aty flet gjaku i derdhun për tokë e për nder. Aty flet nana shqiptare me lut, në sy e me zemër që likut. Aty flet trimi që bjen, por nuk përkullet. Aty flet kombi ynë, ashtu që kanë qenë, i varfën ndoshta në të mira, por i pasun në burni, në besë, në qëndres e në shpirt. Në ato vargje nuk gjeni vetëm poezi, në ato vargje gjeni Shqipnin, gjeni plagat e saj, gjeni mallnin e saj, gjeni fuqin e ati popullit që e ka ruajt emnin e vet ndër shekuj, të ndesh me fortuna, me anmiq, me robni, me përbuzje, e prap nuk u shuhe. E tash, le të pyesim vetin me dorë në zemër, nëse kjo vepër është një thesar i kombit, atëherë kemi të drejt me lanë të tretet në munges. Na kemi të drejt me lanë të zbehet në harrim. E kemi të drejt me fol për fishtën me admirim, për me hesht, kur vjen puna me mbështet veprën e tij, jo kurse si jo. Sepse kombi që nuk nderon themeltarët e shpirtit të vet, ai komb i hap vetës pllak. E populli që nuk i ruan veprat e mëdha, ai popull fillon me u varfnua. Jo në xhep, por në shpirt. Ribotimi i lahutës se malësisë nuk është thjesht një punë botimi. Është një ringjallje. Është një kthim i zanit të fishtës në duart e popullit. Është një dritë e ndezur për brezat që po rriten, është një urëm mes atyne që kanë qenë, atyne që jemi e atyne që do të vinë. Sepse çdo bi ka me pas pasuni, nëse humbim kujtesën, çdo bi ka me ngrit ndërtesa nëse na rënohet shpirti. Çdo bi ka me fol për kombin nëse nuk i ruajmë shtyllat e tij mat e nalta. E një nder ato shtylla është pikrisht kjo vepër e atë gjeshvishtës. Lahuta e malësisë nuk duhet të mbetet vetëm emën në gojën tonë, ajo duhet të rikthehet liber në dorën e të riut, fjalë në shkollë, nder në familje, pasuni në biblioteka, dritë në ndërgjegjen kombëtare. Sonde pra nuk ju thras vetëm me lanë, ju thras me dëshmua.
me dëshmua se jemi ende bi të dajnë të këtij trulli. Se gjuha shqipe nuk është për ne vetëm mjet, por shajtni. Se emri i Fishtës nuk është për ne vetëm monument, por përgjithësi. Se trashëgimia nuk ruhet me duar trokitje, por me sakrificë, jo me fjalë të bukura, por me vepra të drejta. Çdo kontribut që jepni sonde, i madh e i vogël, ka pesh më të rëndë se vlerat vetë. Sepse nuk po jepni vetëm për të shtyp një libër, po jepni për me mbajt gjallë një kujtes, po jepni për me forcua një identitet, po jepni për me i thanë kohës harreses, këtu ndaluni, kjo vepër ka Zot, ky kombë nuk e shet shpirtin e vet, ky popull nuk e lën Fishtën në pluhën e harreses. Mendoni për fëmijët tanë, për djemtë të vajzat shqiptare, këtu e kudo ku flitet shqip. Çka do t'u lamë? Një emën pa vepër, një lavdi pa dëshmi, një histori pa zanin që këndoj, apo do të lamë në dorë lahutën, që të mësojnë prej saj se çdo me thonë me qenë shqiptar, se çdo me thonë me dashtë vendin, jo me fjalë bosh, por me shpirt, se çdo me thonë me mbrojt nderin, gjuhën e kujdesin. Sot kemi një rast të rallë, me ju tregua jo vetëm admirues të së kaluamës, po herojtar të saj, jo vetëm trashëgimtar, por mbajtës besnik të amanetit. E amaneti i Fishtës nuk na thret me ra në gjojnë për para lavdis se të kushme, na thret me unë ngrit në kam e me thanë, kjo vepër do t'jetoj, kjo vepër do të rikthehet, kjo vepër do t'ju flasë për së i brezëve shqip. Prandaj sot dhe me zemër të hapun e me ballë të nalt, ju ftoj, jepni për gjuhën, jepni për kujtesën, jepni për nderin, jepni për Fishtën, jepni për lahutën e malësisë. E kur nesër kjo vepër të ribatohet, kur të hynë sirish në shtëpi, si libër i kualitetshëm që meriton, në shkolla, në biblioteka, në dorën e një të riut që kërkon rrejt e veta, atëherë se cili prej nesh do të mundet me thanë me të drejt, edhe unë vuna një gur në këtë morë. Lënë të mos jem brezi që harroj, lënë të jem brezi që i ruajti, lënë të mos jem i brezi që duar trokiti nga larg, lënë të jem që jem brezi që veproj. Fishta nuk lyp në shirë, lyp drejtësi. Lahuta nuk lyp vajtim, lyp zan. Trashëgimia jonë nuk lyp fjalë, lyp besnikëri. Prandaj, vllazën e motra, të hapim zemrën e dorën sonde e të ngrim këtë vepër aty ku e ka vendin, në dritë, në nder, në përjetësi. Rënoft fjala shqipe, rënoft kujtesa e kombit, rënoft atë gjithë Fishta, rënoft lahuta e malësisë. Ju faleminderit.
edhe një dorë tërkitje për para folësin advokatin Joseph Gugme. Lumë goja. Kemi një person këtu që është burim i institucionit më i rëndësishëm për ruajtjen e kombit dhe identitetit kombëtar shqiptar në ish Jugosllavi. Kam derin të ftoj në skenë ish rektorin e Universitetit të Prishtinës, Zoti Dr. Marian Demaj. Përshëndetje për të gjithë, nderuar Dr. Gjelaj, Don Qerkezi, të respektuar gjithë ju të pranishëm. Kam kënaqësi dhe një herë privilegj që marr fjalën këtu para jush, që t'i them pak fjalë për të madhin atë gjergjfishtën Homerin shqiptar. Unë do të angazhohem të flas për një temë që nuk është shtjelluar sa duhet. Pra do të flas pak fjalë, jo shumë, për atë gjergjfishtën si lider i mirë dhe njeri i vlerave. Të gjithë e dim se leadershipi fillon nga leadershipi i vetvetes dhe në vete ngërthen vlerat universale, siç është vizioni i qartë, integriteti i lartë, pastaj gëzimi, modestia, shkatësia për komunikim e vlera tjera. Nuk është vështirë për çdo njërin prej nesh ta shohim se pikërisht atë gjergjfishta jetoj me këto vlera. Jo vetëm që jetoj, po ato vlera i mbolli kudo që shkoj të tjerë, sikur se ai bujku i mirë që e mbjell fare. Dhe normal se këto vlera i kanë ndihmu që të ndikoj, të inspiroj të tjerët dhe natyrisht si lider i mirë që ka qenë edhe të shkojnë mbrapa ati. Po filloj me vizionin. Liderat kanë vizion të qartë. Vizioni i Fishtës ishte një Shqipëri etnike e pandar, e zhvilluar dhe evropiane gjithsesi demokratike. Misioni i tij ka qenë, siç e përmendi famulitari, atë dheu dhe feja. Ta njëtën ja kushtoj këtyre dy krahëve që vizioni i tij të realizohet. Veti tjetër e liderëve është integriteti i lartë. Fishta kishte vërtet një integritet të lartë. Liderët e mirë e thonë atë që mendojnë dhe veprojnë atë që e mendojnë. Fishta gjatë tërë jetës së tij këtë e dëshmojnë. Pa marrë parasysh se kaloj nëpër situata shumë të vështira, shumë të pavolitshme, mirë po guzimin që kishte i ndihmoi që gjithmonë të punoj dhe pas vetës të lej vepra që atë e bëjnë të pavekshëm. Fishta ishte njëri mjaft modest dhe i jetshëm për dije. Sa ishte jetshëm për dije, dëshmon fakti se ai fliste shumë gjuhë të huaja. Ai ishte famullitar, mbi të gjitha, ishte politikan, ishte piktor dhe arkitekt i mirë, që na ban të besojmë asaj se kapaciteti i trunit e njeriut ka shumë fuqi, shumë vend, po ne nuk e përdorim. Fishta ka përdor mënyrën më të mirë. Ai ishte modest. Ati nuk i kanë interesu fjalët e mëdha, nuk i kanë interesu lavdatat,
punojt gjatë tërë jetës së tij në heshtje. Mirë po, veprat e tij super dhe sot flasin. Ato kanë folë edhe në kohën atë më të vështira të atij regjimit kur kanë qenë të ndaluara. Mirë po, zani i tyre është lexuar, njerëzit i kanë lexuar, sot e kësaj dite zani i atyre veprave flet. Fishta ishte lider i mirë sepse ndihmoi të tjerë, entuziasmoi të tjerë. Që të kemi lider të senesrës. Gjitha këto s'kish mujt mi mbri, sikur mësa kishte pas edhe shkatësinë e komunikimit. A ishte një komunikus shumë i mirë, por në anën tjetër ishte edhe njëri shumë i madh i pendes. Në rastet kur nuk arriti të marrë pjesë, që t'i kundërshtoj të gjitha ato që nuk shkonin në frymen e vizionit ti, a e përdorët edhe metodin e shkruarit me satirat ndryshme, ka kundërshtu shumë lëvizjet cilat e kanë pengu atë vizion të ti. Prandaj, Fishta është një lider që jo vetëm popullit shqiptar i mungojnë lider të tillë në veçanti, por në përgjithësi i mungojnë edhe botës. Jam mundu për fund me e përshkru jetën e Fishtës, edhe ka marrë në një konkludim se jeta e tij mund të krahasohet me Qiriun. Qiriu digjet për të bërë flakë, për të bërë dritë për njerëzit, ndërsa Fishta u shkri për potencialin e tij fetar, intelektual, politik, artistik, e shkriu për të mirën e popullit shqiptar. Ju falenderit Këshillit Organizativ për diçka të tillë të mirë që keni bërë, ju uroj sukses. Juve ju falenderoj për ndëgjimin me vëmendje. Kaloni sa. Faleminderit shumë, Dr. Marian Deman, fjalë me vend. Në prezencën tonë sot e kemi shumë antarë dhe shoqata të cilat kanë ardhur këtu për të na nderuar, por edhe për të qenë pjesëtar të kësaj iniciative kaq të mrekullueshme. Kam dëshirë që të ftoj zotëri Toni Gojçaj, kryetari i shoqatës Majësia e Madhe, për një përshëndetje të shkurtër. Një dorë trokitje lutem për Toni Gojçaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, nderuar i famullitar, përfaqësues të mediave, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, shumë të nderuar dhe respektuar grupi organizativ për këtë iniciativë të madhe, Sonja dhe zotërin. Rëndësia e ruajtjes dhe trashëgimisë së vlerave dhe idealeve të pavdekshme të përjetësuara në veprën monumentale Lahute e Malësisë nga poeti kombëtar Alxhir Fishta qëndron në vetë themelimin e identitetit kulturor, historik dhe shpirtëror të kombit tonë shqiptar. Kjo vepër mallore nuk është vetëm një krijim historik i nivelit të lartë, por një kronik epike e jetës shqiptare, e cila përmes gjuhës së pasur dhe figuracionit të fuqishëm ruan kujtesën kolektive të një populli që ka luftuar për liri, dinjitet dhe mbijetesë. Lahute e Malësisë përmbledh në vete lerat më të larta tradicionale shqiptare, trimërinë në mbrojtjen e alleut, besën si themel i marrëdhënieve njerëzore, nderin si shtyllë morale dhe sakrificën si rrugë drejt lirisë. Nëpërmjet personazheve dhe ngjarjeve epike, ajo përcjell mesazhe të fuqishme për qëndresën, unitetin dhe dashurinë për vendin.
Këto ideale aktuale edhe sot duke shërbyer si udhërrëfyes për brezat e rinj në një botë që shpesh sfidon identitetin dhe traditën tonë. Në këtë kuadër, ribotimi luksos, jubilar i kësaj kryevepre, merr një domethënie të veçantë. Ai nuk është thjesht një votim i ri, por një akt i thellë moral patriotik shqiptar. Përmes këtij rivotimi, vepra i kthehet lexuesit me dinitetin e merituar, duke i bërë me tërheqëse dhe me të qashme, sidomos për gjeneratat e reja shqiptare të cilat kanë nevojë të njihen me nga afër me rrjenjet e tyre kulturore dhe historike. Mbështetja e këtij projekti është një përgjegjësi e përbashkët. Ajo nënkupton jo vetëm respekt për figurën e Fishtës dhe për trashëgiminë që ajo la pas, por edhe një investim i drejt për drejt në edukimin kombëtar dhe në ruajtjen e identitetit tonë shqiptar. Duke përkrahur këtë ribotim, ne ndihmojmë në përjetësimin e një vepre që ka formësuar ndërgjegjën kombëtare dhe që vazhdon të frymëzojë me mesazhet e saj të fuqishme. Në fund, ruajtja dhe promovimi i lahutës së Malësisë nuk është vetëm një akt kujtese, por një mision për të ardhmen që vlerat e pavdekshme të së kaluarës të mos humbasin, por të jetojnë e ndriçojnë rrugën e brezave që vijnë. Uroj suksese. Besoj që dhe t'ja delni dhe shoqata Malësia e Madhe t'ju ferët jetë mbështetës për këtë aktivitet. Me idejat janë ato që nëpërmjet ekraneve dhe shkrimit ruajmë këto aktivitete që i kemë së bashkut. Kom derin të ftoj në skenë ishte themeluesin e Fondis Vendlindja Thret, aktivisti ndër dekada të demonstratave anti-jugoslave, zotin Luiz Gjokaje. Klerik i nderuar, të nderuar komision, të nderuar vllazë në motat pranishëm sonte, edhe ata sigurisht që nuk janë këtu, por kanë pas dëshirë me kenë, por për një arsye apo tjetër, kanë dhënë donacionet e veta, apo përmes rrjeteve elektronike kanë folë me komisionin. Duhet përgëzoj shumë komisionin për këtë vepër të madhe që po banë, sepse përmes rishkrimit të historisë, përmes ribotimit të librave, të filmave dokumentar, ne mbajmë gjallë gjuhën dhe kulturën tonë, traditat tona këtu në Mërgim. Ndoshta do t'ishte kenë më mirë që akademitë e shkencave të kishin bërë një promovim të tillë luksos të kësi vepre të madhe të këtij njeriu të madh. Në qoftë se Gjergj Kastriotën e kemi pas me shpatë, Gjergj Fishtën e kemi pas me pendë që ta ruajnë komin tonë shqiptar. Besoj që edhe ju dhe gjithë duhet t'jem dakord, sepse jo rastisht duket nga vetë Zoti ka shkrua që me lind një burr kaq i madh i racës tonë armënore, ashtu si e kanë Grekët Homerin, si janë Balzaku, Dante Alighieri dhe njerëz që mburren kombe tjera, edhe ne mburremi me këtë njeri të madh. Prandaj gjithçka të bëjmë për këtë njeri nuk kemi bërë mjaft. Nuk kemi bërë mjaft. E di se më kanë thënë në folë shkurt edhe nuk do të zjas, sepse folën para folësit. Por ju betohem të gjithë juve që llatë kontribute të veta, keni bani punë të shenjtë. Sot 10 vjet, 20 vjet, nuk do të keni ku ta merrni më këtë lahut, sepse do të shpërdahet e të gjitha. Me kujtohet kur u botuan librat Prek Grudës, Martin Camës dhe Malsori këndoni Gjergj Hasanaj. Shkoj lyp një sot a gjeni një libër kun, që këta kanë kënë shumat e ullt në kombë, me respekt që kom ndaj tyne se Gjergj Fishta. Prandaj, kjo që po bëhet është një punë e madhe, është një punë historike. Duhet t'jenë krenar këta dhe ne dhe gjithkush që po japim kontributin tonë. Ky është njeriu për cilin sa do të flasim e të mundohemi,
nuk dim të flasim as të bajmë boll. Unë një apel e kisha lanë të qeverit tona se mendoj personalisht, ndoshta dhe ju dikush, se nuk është ba boll as në Shqipni, as në Kosovë. Rënë të komunizmit ende kanë metë edhe në Shqipni edhe në Kosovë, sepse ky burr i madh të cilit Partia Komuniste ja pati qitë eshnat të ndri, dhe nuk i kjenë gjetë as eshnat e ti, edhe ne në ish Jugoslavi, unë si student dhe disa kolegë që po i shoh këtu, e merrnim fishtën dorë pas dore natën në një copë gazetë, edhe munoshim me shpërnda, sepse me ta pa gjetë fishtën me Kosovën, Malsi, të jepshin 2-3 vjetë burg, vetëm pse ke lexuar lahutën e Malsisë. Prandaj të nderuar dhe respektuar, ju lumt ato që keni lanë dhe do t'jepni, u shkoshin për ne dhe për të mirë të familjeve tuaja. Doktor Zjekës Zjelaj me komisionin, me Nikolasin dhe me të tjerët, me advokatin dhe kushdo që ka fillu këtë nisë, u qoftë nderi dhe lavdia, sepse dikush duhet me fillu diçka, e na tjerë duhet me u bashkua, dhe të gjithë me qitë ka diçka në atë thes, dhe do t'a grumbullojmë dhe shumë shpejt, do t'a bajmë dhe promovimin e këtij libri këtu me nimë të Zotit. Ju falënderit për vëmendje, kalon shumë mirë. Sistemi dhe komunistët e mohuan dhe e dënuan, por me dekada patriotët e vërtet e nalësuan dhe e admiruan. Kam dërin që fjallën t'ja jap zotëri Prekcamaj, një studiues dhe admirus i atë fishtës. Ju lutem një duar përtitje për zotëri Prekcamaj. Faleminderit shumë për studios, nuk jam studios, por jam dashamir si gjerës fisht, edhe për mos me zjarë shumë fjallime, e kom pregadit me shkrim, si hartimin të njaj zonë si shkollës fillore. Të nderuam miqja urus të atë gjerës fishtës dhe veprës e tij, të nderuam klerik, të nderuam iniciator të ribotimit lahutës Malsisë. Ju përshëndes gjithëve me respekt thellë në këtë tubim kulturor dhe atletar. Sot dhe na bashkoj qëllimi fisnik i ribotimit lahutës Malsisë, kryevepër se atë gjerës fisht dhe mund të themi kryevepër se letërsi shqipe. Kjo është ribotimi i lahutës Malsisë së vjetit i 1958 në Romë, në kujdesin e atë Daniel Zjeçaj, që tash po bëhet në një formë luksoze. Botimi i 1958 ishte dhe mbetet botimi më i kompletuar deri sot. Për fat keq, kryevepra e letërsisë kombëtare shqiptare u ndalua dhe u gjykuan Shqipnin nga Partia Komuniste, vendin e linjes fishtës dhe të lahutës. Fishta dhe vepra e tij u ndaluan nga ata që fishta i patëmnuan në veprën e vetë si klysht e Rusisë dhe armisë të Shqipërisë. Për 30 vjet më të fryqme të jetës vet atë gjerës fishta shkroi lahutën e Malsisë, ku në 30 këngët e saj huri dhe përshkroi historinë, karakterin dhe shpirtin e kombit shqiptar në përshekuj. Me talentin e tij genial, të veçantë në formë unikale, la eposin e shqiptarve që lexuesi ta kuptoi si kombi shqiptar dallohet nga kombet tjera të Ballkanit me karakterin human dhe liridashës. Lexuesi shqiptar i kohës u frymëzua që nga kanti i para të lahutës për me i dalë Shqipninë e lirë dhe për me i dalë zot deri në ndekje si hote fishta me badeken si me leje për atë leje. Fishta si njani ndër etnit dhe themeluesit e Shqipnisë, edhe pse klerik katolik e vuni atmen Shqipnin para çdo besimi. Binomi i fishtës atmi e fe përshkon gjithë veprimtarinë e tij jetësore. Ai e kuptoi me kohë se Shqipnia nuk mund të krijohet e lirë vetëm me bashkimin e shqiptarëve të krishterë dhe muhametan rreth flamurit kuqezit kastriotit. Atë fishta nuk e mori rastisht në emrin e Zjerç Kastriotit, kur u emnoa si frat franceskan. Por ashtu si luftoi Zjerç Kastrioti me shpatë për lirinë e armënit dhe troje shqiptare, ashtu dhe Zjergji i dytë pra atë Zjerç fishta luftoi me penën e tij të artë për themelet e Shqipnisë lirë. Në 30 kante e lahutës e gjejmë luftën titanike të shqiptarëve kundër anëmikut turkesh-kja për lirinë e Shqipnisë.
Fishta me mjeshtrinë e tij geniale Ahret Orë, zona Shtoj Zavalli e Dragoj, për me knua bashkën Lahut fatin e Shqipnisë. E filloi kongën e parë me "Një mos zot si më keni mua 500 vjet kishin kalua", si kushtrim për të luftuar pushtuesin shembullor turk, edhe përfundon me fitoren e lirisë dhe dalje shtetën vjetit Shqipnisë kohët. Për gazetat e sultanit e për inaqshkive të Ballkanit, si premtuopat perenia prap duhen zojnë veti Shqipnia. Pse zgjolli Fishta Lahutën ose Ladën si i kem thënë në malsorët? Për arsye se me këtë instrument të thjesht, por shumë të vjetër e popullor, në shumë krajina shqiptare u knohej trimave i Dragoj, që i delshin zot Shqipnisë. Lufta e pushka e varun mur, ishin në përshpijat e kullat e malsorëve si dy roje të jetës e të nderit shqiptar. Vizionari Fishta, edhe mbas një shekulli, po na mbrën Lahutën si shqiptare me veprën e vetë gjeniale Lahuta e Malësisë. Vetëm në tingujt e Lahutës kënohet eposi original shqiptar dhe këtë fakt e pranoi përfundimisht bota dhe UNESCO. Pse Lahuta e Malësisë? Malësia në kohën e Fishtë ishte epicendra e qendresës së shqiptarëve ndaj armiqve të vjetër Osman e Slav, që donin Shkodrën dhe mbar Shqipërinë ta bajnë Karadak. Por mbrojtja e Shkodrës e Troje veriore ishte malësia e malësorë shqiptarët që në mbrojtën me gjakun e vetë mbrojtën trollët shqiptarë. E lajtër kur Rusia armatosi në qovë shpinë malin e zi e Serbinë. Kështon mes midis Malësisë dhe kisha e Shnjonit bëhet marrëveshja. Edhe betimi për me i dalë zot Troje shqiptare kundër Knjazit, malit Zigji po mësynte Malësinë e Shqipnin në Perur Zhavnicë. Është e njoftën e kanë nga Teura e Zhavnicës. Personazhet e Lahutës janë Dragoj, trimat shqiptar, por dhe zanat e trimnesha shqiptare që i bashkë përbajnë një mas epike njerëzore që u banë muri zgjallë i gardhë për të mbrojtë Shqipninë. Osokuka, Del Xheluli, Ali Pasha, Patërgjoni e Triga, gjithë këta e qendra të tjerë i gjenë flakë luftës edhe në mbrojtjet lirisë të Trojeve dhe dignitetit shqiptar. Kundër këtyre mbrojtësve të rollit vetë gjajnë armiqtë e Shqipnisë, si Knjaz Nikolla, Mehmet Ali Pasha, Mart Milani, Turgut Pasha e shumë tjerë që kanë mësuar me zjarr me hekur me pushtuar tokat e Shqipnisë. Edhe këta Fishta i trajtoi si trima luaj, por të padrejt për zgjan, lëshov, nere, mallkim mbi ta, mbi ardë dhe mbi flamurin e tyre. Pse po ribotohet Lahuta e Malësisë në këtë kohë dhe këtu në diasporë? Mund pyes dikush. Për të mirën e shqiptarëve, të somë e të nesër, Fishta në leket pasuni shpirtnore kombëtare për me gëzuar të gjithë brezat shqiptarë kudo që jetojnë. Sidomos diaspora shqiptare ka nevojë të ketë në familje këtë ikonë kulturore dhe kombëtare. Lahuta e Malësisë është një burim i pashtershëm i inspirimit kombëtar, një pasuni e jashtëzakonshme gjuhësore, sepse ruhet gjuhën letrare e shqipet popullit tonë. Pra, gjuhën letrare të kriju me prej elisë intelektuale të shqiptarëve, që javon themelit shtetit, shkollës dhe kulturës shqiptare pas pavarësisë. Pra, gjuha shqipe ishte me gjitha standardet gramatikore gjuhësore deri në Kongresin Partia Gjuhësore 72-shit, kur Partia Komuniste nali me ligjë veprën e Fishtës dhe gjuhën e tij letrare të kultivuar të pranuar deri atëherë në natyrën shqiptare. Me gjuhën e ashtu quajtur standarde, u damtua ranë kultura e letërsia shqipe, pasi veprat mallore të letërsisë kombëtare janë shkruar me gjuhën shqipe para Kongresit. Me gjuhën që i standardizuar në Kongres 72-shit, rrezikohet letërsia klasike dhe rilindase, pra dhe veprat mallore të Fishtës, Mjetës, Koliqit, Camaj e tjerë. Veprat e këtyre kolozëve nuk guxojmë të lejojmë të humbin në harres as të meten hije, sepse kështu deshti partia. Kur nuk pati nga të resa ndër shqiptarë për shkak gjuhës. Pra Noli, Fishta, Konica, Kugladeci e gjithë të shqiptarët e veri e ju u mërshit me shkëlqyeshëm. Mirë po, ka arkoha që ekspert gjuhë shqipe, nga gjitha të rejtë shqipfolëse duhet bashkohen dhe të rregullojnë çështjen e gjuhës sonë, që botërisht pranohet si ndër gjuhë më të vjetra në Evropë. Intelektualët e shqiptarët e mëdhenj shqiptarë në diasporë kur nuk e pranojnë si të mirëfill të reformën partijake që u bën gjuhë shqipe pas masakrës kulturore që i bën një partie me vrasjen e elitës intelektuale dhe martirizimin e klerit katolik shqiptar. Për këtë arsye duhet të kemi Lahutën në familjet tona dhe shkollat tona që i duhet shpirti shqiptar ndër brezni.
Kur kemi lahutën në shtëpi, kemi një copë Shqipëni zgjallë me vete që i kujton amanetet e zjerës fish, si të ruajmë gjuhën, i të mësojnë fëmijëve këtë gjuhë hyjnore. Ja kem boç fish se dhe gjakut parve të ruajmë çdo pllom shqipni etnike edhe çdo kujtim të herojve luftarëve shqiptarë. Tash pa modesti, po mos më merrni për të madhe se na pjesëtarët e fisit Hotit ja kem boç 3 herë fish pasi lahut zgjajnë 3 kon direkt lidhuna me Hotin. Manashucit e kisha e Shnjonit e Del Xheluli. Ishte merite aty në bashkozjet fish natyrisht, por kjo gjana banë edhe ne që ma përgjiths për ta ruajtur porosinë e fishtës. Klasht Zoti që lahuta e malësisë të jetë frymëzimi i fortë i përhershëm për gjeneratat e reja që ta ruajnë Shqipërinë në zemër e të veprojnë për të mirën e saj gjithë jetën. Kujtoni vetëm porosinë ikonike të fishës. Derisa punë me lizrua e me thremun, gjallë do t'jam, kur Shqipëni s'kam me t'harrua dhe në borë me t'përmen kamë. Sa ma shumë kopjet lahut të hapen e të lexojnë familje shqiptare, aq ma në do të rritë flamuri Shqipënisë e kopjet shqiptare. Lash Zotit që çdo brezëni e re shqiptarëve ta lexojë, ta riputoj lahutën e malësisë edhe veprat tjera mallore të letërsisë shqipe. Le ta bëjmë me kontributin tonë më të lehtë që çdo shqiptar ta ketë në familjen e vet, në zyrën e vet, këtë libër të shenjtë të shqiptarisë. Ju me praninë tuaj, me bujarinë, entuziazmin, po i bani të mojtun ribotimin luksoz të lahutës malësisë. Lavdi e përjetsh me veprës dhe jetë se gjeniut shqiptar atë zirës fishtës. Faleminderit ju të gjithëve për bujarinë, kontributin dhe kujdesin tuaj. Falni nëse i ka përcjellur një mikrofonë. Zotnica Amaj nuk është sikur tha studiues, por ju mund t'ju tregoj se rridh nga një familje trebojnit krishtik, një familje që kanë luftuar me pushkë edhe me penë. Gjithë familja janë të edukuar, të mëruar me fakultete dhe me studime domethënë të larta. Pra edhe një du trokitje për Zotnica Amaj. Faleminderit. Ja lash djelve dhe nipave. Dishoj të bajnë një shkputje të shpejt, i kemi edhe dy folsa, por parës të bajmë ata dishoj që ta theksoj drejt për drejtit. Falimderoj Aleksandr Gjela, kushinin tim zbashkut me grupin e tij që e ka dhurua kohën falas për pregaditjen dhe për ndihmën e ripotimit të lahut malësisë, edhe ka thënë nëse është nevoja, më tregoni se do t'ju ndihmoj edhe ndryshej. Faleminderoj veçanërisht një trokitje për zotni Aleksandr Gjela. Me njëherë do t'ju arktoj. Dishoj të faleminderoj nga zemra dhe nga mendja mikun, shokun, kolegën tim, zotnin Resmirditën, unë e thras komandantin e ushtrisë të UÇK-s, zbashkut me Rok dhe Divana e me gjithë ushtrin tjetër, jam mirënjohës për krajin e tij, së bashku një do trokitje për Resmirditën, ju lutem, qëra e nuk dishrat paleta, rëndoft Kosova. Sot i jam duket se ti ke mund shpall kryetari i shoqatës Kosova, ja pash hajrin. Dishoj të falenderoj, dishoj të falenderoj nga zemra që të ashtu edhe kryetarin e Këshillit të Kishit Zoja Pajtore, zotni Pirin Prekaj, që vjen nga një familje tradicionale heroike të Kastratit, ai zbashkut me Neresën dhe me zotni Gjergj Lajçaj i kanë marrë të gjitha shpenzimet e kësaj darkë. Për një dorë trokitje për zotni Pirin Prekaj, ku ka Pirinin? Pirin Prekaj, qonë kam me të bërë, qonë kam se e jepe Kastratit, kjo është faqevarë. Edhe një duhet trokitje për zotni Gjergj Lajçaj, ju të qonë kam edhe ti me të kam. Na i kemë thirë i biri i Koldajs. Pra, i mbarova përshëndetjet edhe e falimnderimet nëse kam gabuar gjë, ju kërkoj falje dhe vetëm një gjë po them para se të mbyllim programin, ju akomodon fjalën. Edhe nuk tërhiqem. Nëse kam e kanë nevoja me shit shtëpinë time, ju betohem që atë gjë e baj vetëm me qua në finish line,
lahutën e Malësisë. Thank you. Ka mirë si madh i komunitetit tonë, ka ndihmuar me mija shqiptarë me ble shtëpia edhe me shqip, një ndër ta mallon. Do t'i shoj ta përshëndes edhe mikun tonë e shtyllën e Kishëzoja Bajtore, zotni Petrstani, të lutem, zotni Petrstani. Ti nuk i përqenë më unë, ajo është antar i komisionit edhe në të parën moment që i kam tërku, më ka thonë që $1.000 ke për e mejë, por aman mos më thirën për të mbledhje e një pa që nevoj prapë më një mua. Ajo është Petrstani. Pastë për me më dhëtë, ose në dhëtë të përmëndia, kam leja që t'ju të thrasë të skenë, një kolegë timi, një doktor, profesor, një studius, një adhurus i qeshvishtës, profesor doktor Anton Lajqaj, urnore. Nuk e kemi lanë bramin me qëllim prej rafshët. Edhe pse nuk e prita, po gjithse është me të vërtet nderë t'jam këtu para jush. Falenderit Dr. Gjelaj, falenderit drejtues të kësaj darke, gjithë pranishëm, është vërtet një kënaqësi të jep mesin tuaj sonte, dhe ku ma shumë dhe ku ma mirë se në një darkë që është organizuar për të ribotuar një vepër që neve atë Gjeshvishtën e quajmë Homeri shqiptar. Neve jemi rritë me vargjet e Gjeshvishtës, edhe pse kemi pas të ndaluar. Çdo gjë që është e ndaluar ka pas gjithmonë ma shumë kuriozitet për të pasë çka është brenda. Unë e di se atë Gjeshvishtën ne kanë prunë në mesin tonë aty ku jem lind dhe rrit në ish Jugosllavi, në troje shqiptare të okupuara, si një animik i popullit shqiptar. Dhe si një tradhtar, se gjoja kë ka bashkëpunuar me pushtues të huaj. Megjithatë, ajo Gjeshvishta ka qenë ai që neve na ka nderua dhe na ka paraqit shumë mirë dhe shumë drejt në veprat e tij. Dua të theksoj sot se Stërgjyshi Marashdoka është në vargjet e tij për çka unë jam vetë krenar, si burr që ka jetuar në zonë kur ka shërbyer fishta. Dua ta them vetëm një vepër tij që ai e ka rastis dhe ka pas gjatë historisë së tij. Në një konferencë shkencore në Itali, ka qenë i ftuar për të diskutuar në një temë për troje shqiptare gjithësisht për Ballkanin në përgjithësi. Dhe në mes të konferencës, pra kjo konferencë është organizuar në Itali, nuk e di saktësisht në cilë qytet, por e di se ka qenë në Itali, pra kam lexuar shumë kohë më parë. Dhe kur kryetari i konferencës shkencore i fton gjithë shkencëtarët që të ulen të zanë vendin e tyre, aty ku kanë vendet, Gjeshvishta rrinë dhe qëndron në kam. Kryetari i drejtohet, zotri thot, pse nuk po uleni? Thot, unë nuk kam karrikë. Thot, karrika është aty për ju dhe është e rezervuar. Thot, jo, thot, unë e duhet thot një karrikë, thot, që ka një vrimë. Sepse për mes asaj vrime duhet të kaloj bishtin tim. Një shkencëtar që juve keni ftuar këtu, sërbë që ndollet aty, ai ka shkruar, ka deklaruar se shqiptarët janë njerëz me bisht. Dhe derisa ai të dalë jashtë nga kjo sallë, unë nuk ulem. Dhe kështu vepron kryetari, dhe kështu me një nder dhe një krenari jashtëzakonshme, me një urti jashtëzakonisht madhe, e paraqet dhe përshkruan kombin shqiptar para kombeve të tjera. Nuk dua të bajzgjat, por sinqerisht ju falenderoj për ftesën, ju përgëzoj të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për ribotimin e kësaj vepre të jashtëzakonshme. Përgëzoj organizatorin, këshillin drejtues
të kësaj vepre të madhe dhe neve gjithmonë do të përkrajmë këto sepse vetëm kështu do lënë gjurmë dhe komi ynë do të jetë dhe do të rrojë sa me gjatë dhe kur nuk të shuhet. Faleminderit edhe një herë faqen e bardhë dhe suksese në këtë punë shumë patriotike dhe shumë dashamirëse. Faleminderit. Kush punon, ai edhe gabon. Unë jam një prej tyre, dishoj që të faleminderoj, jo se kom harrua, por a kanë me shpinë grena, kryetarin e shoqatës Kastrati, Zotninos Lumet lutëm, të shofin edhe të hap një dur trokitje. Nos Lumaj. Përshëndetje të gjithëve. Unë nuk kom ardhur për me folë këto, por kur Dr. Zjek Zjelaj ma vend përsi për këtë detyrë, pak të 2 fjalë. Atër Gjergj Fishta mendoj që para se me shkuan në hot, e në triesh, e në malsi në Karaka Bajza, sa kënë sendra e malsis madhe. Aty, në atë kohë, në Bajz kanë kënë 7 kafe. 7 kafe nuk I ka pas Shkodra. Me siguri, në kafen e Gjelësh Gjoks, Kastratit, e Zgjë Martinit, a I ka nalu me pi kafe e I gotë rakim me Kastratit, ku aty në ka merua me fjallë e me vepra, në ka dhanë vrullin, në ka dhanë vullnetin, që me kënë të manë malsorë, ashtu si që ka shkruar në lahutën e Malsis. Sonde, jam shumë I gëzuar, jam krenar, edhe në rastin edhe si kryetari I shoqatës Kastratit, jam shumë I gëzuar që jem këtu në këtë rast për lahutën e Malsis. Edhe e përshëndes shumë Dr. Zjek Zjelaj, I cili qysh se një tash 40 vjetë, gjithmonë të punua për këtë vend këtu, për kishën, për familjen, për komunitetin. Mojnë Zoti me shnet, e inshallah është do gjë mirë dhe garanti që kjo vepër ka më bon. I majnë thirrë të gjithëve që të kontribojnë sa do pak se do të kryet kjo punë tamam si që kanë malsorët e shqiptarët. Po përshëndes gjithëve të faleminderes. Jeni mërë diaspora shqiptare më e fort në botë, sa bukur që shoh nga këtu. Shiko, si fillim, shtëpi nuk e nevojë ta shesësh se gjithë të burra këtu do ta bëjnë këtë të mundur. Kjo diasporë bëhet mundur një shtet dytë shqiptar do ta bëjë dhe këtë ribotim, do bëjë dhe plot ribotime tjera. Këtë ta kesh sigurt. Tani, unë ju a thash edhe mbledhjen e parë, po t'ju a them edhe sot. Ju duar trokitet për gjitha ta veta këtu sot, po dhe për veten tuaj një duar trokitet fort dhe të gjatë fare. Hajde forca! Tani, me qenë se mbaj këtë mikrofon këtu prej Jonës Malsis, jam I detyruar të ushtoj një nga praktikat që shoqata jonë ka pjesë të kulturës së saj organizative. Ne jemi detyruar të përkrajmë çdo antar tonin në çdo iniciativë adetare që merr. E them këtë sepse kemi nuan aty. Me cilin kam folur dhe më ka treguar se sa kohë ka shpenzuar duke I studiuar jo vetëm veprat e Fishtës, por veprat e shumë shkretarëve të mëdhenj shqiptar. Dhe duke dëgjuar atë kam kuptuar dhe një botë kaq të bukur që të parët ta na kanë lënë sot, kaq të bukur për ta çuar tek rinia, për ta çuar përpara, tek ardhmja. E po ashtu e shoh po të njëjtin person që ka punuar kaq fort dhe me këto piktura e me shumë piktura tjera duke ringjallur figurat tona kombëtare çdo javë, çdo muaj e në çdo event të ndryshëm të këtij komuniteti. E përveç punës që ka bërë, që jam I detyruar ta them jo vetëm për ta vlerësuar nuan, por për ta bërë shembull punën e tij për gjithë shqiptarët dhe gjithë aktivistët, punon edhe me ne tek Jona Malsis. Është vërtet një person për duar trokitur. Ka mundsi një duar trokitje për nuan fort fare. Hajde të gjithë. Sigurisht ai mbas këtij eventi nuk do pushoj, do të vazhdoj se me datë 26 prill ne kemi det dorë të dance nga Jona Malsis në Palazzo Grande, kështu që nua do të vazhdoj punën. Ndërkohë unë dua t'ju them diçka juve për këtë event sotëm. Dua të diskutoj diçka. Shpesh dëgjoj një fjalë shumë bukur që thuhet Fishta është I papërsëritshëm.
por do doja diskutoja diçka. Nëse ne themi fishta është i papërsëritshëm, ne nuk e bëjmë atë të pavdekshëm. Çfarë mund të themi, si mund ta shprehim ndryshe fjalinë që ta bëjmë fishtën vërtet të pavdekshëm? Nëse fishta duhet gjonte këtë, fishta do të thoshte, ju nuk supozohet të më bëni mua të papërsëritshëm, por ju duhet përpiqeni që figura me kontributin tim të përsëriten nga rinia shqiptare prapë në të ardhmen. Sepse dhe ai nuk ka punuar për egot e tij personale, por ka punuar për një copë të tij, një copë tonë që është më e madhe se gjithë ne. Është atë ynë, është Shqipëria dhe çështja jonë kombëtare shqiptare, dhe Shqipëria e madhe. Ndaj, unë nuk e kam guximin e rinis për t'i thënë ato fjalë, por unë rinis duhet të them u bëfshit si fishta. Inshallah kërkojmë nxjerr sa më shumë persona, se gjaku ti jemi, gjaku fishtës, krijimi i Zotit, debit e Shqipërisë madhe. Ndaj në doni fishtën ta kujtoni, edhe çdo shkrimtar tjetër duhet përcjellni veprat e tij. Ti mësoni dhe ti çoni tek të rinjt. Në konkluzion, qëllimi është jo t'i falemi së shkuarës me fishtën, por të nxjerrim dhe fishta në të ardhmen. Jeni dakord apo jo? Tani, unë do doja të thoja diçka. Mundësuesit e kësaj kauze janë një mjet tepër i rëndësishëm. Por jeni ju ata që e keni në dorë a do bëhet kjo kauzë realitet apo jo? Jeni ju ata që do vendosni a do ja dalin kandidatar për të ribotim apo jo? Ndaj ju lutem, mos i lini vetëm rinin, mos lini shpirtin e fishtës në faqet e atij libri pa u shpërndar tek gjithë shtëpitë shqiptare dhe gjithë familjet shqiptare, qoftë këtu dhe në çdo vend. E gjithë ju që preferoni dhe veprat të tjera të fishtës, e shumë çka tjetër, duhet kuptoni që duhet përgrajmë në fillim këtë grup në këtë vepër, në mënyrë që t'japim atyre mundësinë që të vazhdojnë me ribotimet e tjera dhe të vazhdojnë punën si shoqat, e të madhohen edhe më shumë në të ardhmen, për arsye se e shohin një shoqat tepër të vlefshëm për çështjen tonë kombëtare shqiptare. Tani jam drejt fundit, por do doja të thoja vetëm një histori të shkurtër. Kam qenë në një nga mbledhjet e tyre të portit. Paraqita një projektimin, pak rëndësika. Dhe vura re diçka shumë bukur. Që e kam pati thënë, qëndro deri në fund se nuk kemi asgjë për të shehur, duke më treguar kredibilitet dhe transparencë maksimale. Tani detyra tyre është të tregojnë kredibilitet dhe transparencë, gjë që e kanë bërë. Detyra tyre është të bëjnë këto tubime, që po vazhdojnë me konsistencë, siç e shikoni salla është plot edhe më shumë se herën e parë. Detyra tyre është të tregojnë profesionistë dhe këtë e kanë bërë. Tani është detyra jonë për të treguar atyre që akoma nuk na ka vdekur atë dashuria, akoma nuk e kemi harruar të parë tanë dhe akoma do të vazhdojmë ta çojmë patriotizmin konstruktivisht tek e ardhmja dhe te rinia. Duhet dini diçka. Nuk është rastësi që kjo vepër ka qenë ndaluar, sepse ajo përfaqëson dije dhe dija për diktaturat, ignorancën dhe tradhtin është akt revolucionar. Sepse dija të mundson të thuash të vërtetën, e cila kërkon fjalë thirr. E me pushkë i kemë pritur armiqtë e Cikombi, po nuk ka pushkë më të fortë kundër armiqve dhe regjimeve se fjala lirë. Ju falenderoj edhe një herë, ju bekov Zoti, rrof Shqipëria dhe rrof Shqipëria madhe. Faleminderit gjithë. Kemi nevojë shumë, si kur të idin me pas të në komunitetin tonë, se thojnë gjakoj të rive, me të vërtet lënë. Po na dzejnë edhe neve që po vjetrovna, shumë goja të edin. Ato ndodhën këto, në mes, e malja është punimi artistik i Lahutës, dhe në të dy janë dy tjera Lahutari dhe Tringat. Do më dino e ka dhe u do të në mërkojnë, para se të bojmë sa të vazhdojnë jo ma të i përse 2 minuta, dhe Rafal Paj ju garantoj një kopje të librit. Pra, dikush kënjë me pa ma tepër, por nuk të rekon, nuk është nevoja e shumës, por është zemra që ju e keni të rekuar. Shuma totale është 25.200 $.